Dhe tani kemi kartelin e Sinaloas që pritet në kryeministri. Tani kemi këto kullat të cilat janë nga anë mban me financime nga kompani të cilat nuk dihen dhe nuk kanë asnjë buxhet. Ato patjetër janë kompani të cilat përfaqësojnë troplinët, përfaqësojnë xhabaftët, përfaqësojnë Suelçelën, përfaqësojnë Çopjat, përfaqësojnë gjithë bandat kriminale, përfaqësojnë bajrat, janë parat e trafikut drogës. Mos harroni kurrë, 8 miliardë euro ishte pasuria e kartelit Çopja. 9 miliardë euro është buxheti i një shteti, i shtetit tonë, i Shqipërisë, dhe është ndër buxhetet më të mëdha të rajonit. Pra, një kartel kishte një pasuri sa që ka buxheti i shtetit tonë. Pra, një kartel sa një shtet, si arritën ato të bëjnë para? Bashkëpunim me qeverinë. Dhe si bashkëpunojnë? Duke i paguar, duke i financuar, duke u bërë fushatën, duke bërë presione në për fushata. Dhe nuk dalin këto në për media, pse? Se paguen edhe media, paguen dhe gazetarë. Ju e patë se si fliste Belinda Balluku për Carlo Bolinun. Shkoj e qoj aparat ati personi. Do më thënë në këtë aspekt, nuk kam betur më gjë e neda për të diskutuar këtu. Tu nuk kam o vlerë diskutimi, këtu ka dalë gjithë shka. Dhe për gjithë qytetarët që na ndjekin, ka shumë rëndësi të kuptojmë që këto nuk lidhen me çështje politike, po lidhen me çështjen e jetës të përditshme. Fusni duart në xhep, ka arsye pse janë bosh. Ka arsye pse ju sot punoni 8 orë ditë, 12 orë ditë dhe prap nuk keni para në fund muajit. Janë taksat që rriten sepse duan të akumulojnë sa më shumë buxhet që t'i vjedhin pastaj me afera korruptive. Qytetarët duhet kuptojnë që fëmijët që po shikojmë sot nëpër televizione, gjithandej kudo që po shikojmë nëpër shkolla, vriten me thika sepse kjo është norma e re. Kriminali në Shqipërinë Edi Ramës është një njeri i aftë, është një çun i shkathët, është ai që të bën deputet, është ai që quhet biznesmen kurse është biznesmen, është ai që të vendos ministër, është ai që bën fushatën krah pushtetit, është ai që të sjell në pushtet. Kurse pedagogu, mjeku, këto shihen me përbuzje. Vërtet. Se çdo posh me një pedagog 600.000 lekë, të rinë tallën. Dhe ata frymëzohen sot nga krimi që ka sjellë Edi Rama nëpër shkolla. Prandaj po i shikojmë fëmijët tonë po rrezikojnë jetën kur shkojnë në shkollë. Zihen me thika me njëri tjetrin dhe është kthyer në normalitet. Janë 3 raste në 2 javë dhe s'flet askush. Kemi 3 atentate mafioze, kemi rënien e sigurisë në aeroport. Kur si e sigurt në aeroport që e mbron garda, ushtria, forcat speciale, shërbimi informativ. Po shehet një rini shmashpër, kam përshtypjen. Po kriminalizohet. Është një situatë e tillë që nuk po parandalohet dot. Po kriminalizohet. Unë e kam pyetur, shiko, Ergyes Agasi. Pse ka vlerë Ergyes Agasi? Ergyes Agasi është pasqyra e realitetit kriminal të shoqërisë sot. Pse? Ergyes Agasi vjen një çun i ri, futet në qeveri me Edi Ramën, bëhet krau i tij dhe jepet misioni të koordinoj interesat e politikës së Edi Ramës me kartelet e drogës. Dhe ky njeri merret me pastrimin e parave tek institucionet e shtetit. Është një nivel komplet tjetër i pa imagjinuar ndonjëherë. Dhe cilin institucion zgjedh? Ai zgjedh institucionin e Akshit, që ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ka të bëjë me sigurinë e jetës të shqiptarëve. Si mundet më fëmia im ta ketë informacionin për fëmin tim karteli i Çopjave? Për fëmijët e gjithë shqiptarëve, si mund ta pranojmë ne një gjë të tillë?